Në situata dhe rrethana të caktuara, në momente të caktuara, hoxhallarët kanë qenë aktorët kryesor. Hoxhallarët kanë qenë aktorët kryesor, kanë qenë në krye të çdo lëvizje, të çdo organizimi, por me të vërtet me objektivizmin më të madhin dhe pastaj ju e ju them, por juve jo drejt për drejt, por gjithë ata që na dëgjojnë dhe kurdo që na dëgjojnë, munden me na mbajt për fjale për dëshminë që dua ta bëj tani. Në diçka ekskluzive? Po nuk po e them që është ekskluzive, por po e them një dëshmi që mund të tingëllon që është shumë e madhe, por unë me modestin time, me voglësin time, jo dhe gjithë të tjerët mund të më mbani për fjale për këtë që po dua ta dëshmoj. Nuk e teproj nëse them që prej lidhjes së Prizrenit, e lidhjes së Pejës Besabes, të Haxhizekës, e pastaj gjithë atyre viteve të vështira që populli shqiptar, jo vetëm në Kosovë, por gjitha trevat shqiptare, kanë përjetuar coptimin e egër të tokave shqiptare. Pastaj një pjesë shumë e madhe e territoreve dhe tokave tona kanë mbetë në përshtete, duke filluar nga Greqia, Bullgaria, Maqedonia, Serbia, Malizi. Na janë grabit dhe jemi coptu pa drejtësisht dhe deri tek lufta e bekuar e fundit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në situata dhe rrethana të caktuara, në momente të caktuara, hoxhallarët kanë qenë aktorët kryesor. Hoxhallarët kanë qenë aktorët kryesor, kanë qenë në krye të çdo lëvizje, të çdo organizimi, po mos t'ishte koha jonë e limituar. Do të sjellja 10 shembuj. Nëse shkojmë shpejt vetëm Kalimthi, kalojmë ka lidhja e Prizrenit. Muderiz Haxhi Ymer Efendi Prizreni, Haxhi Lutfi Ymer Paqarizi, e shumë muderiza dhe efendiler, Abdullah Efendiu. Nëse shkojmë tek lidhja e Pejës, Mulla Zejnel Abedin Biberaj, Pej Malsis Tropojës i njohur si Haxhizeka i Pejës, Besabes. E pastaj, nëse shkojmë kur bandat qetnike, serboslave, kanë bërë masakra të tmerrshme në fillimin e luftës së dytë botërore dhe pas, në zonat shqiptare dhe bosnjake në Sanxhak, në Sjenic, në Tutin, në Pazar. Haxhi Yahya Efendi Daci, Mulla Ilyas Broja dhe shumë efendiler tjerë kanë organizuar vullnetar. Haxhi Yahya Daci ka qenë imam në atë botë, në xhamin e Istogut, e ka falë namazin e gjumos dhe në komunikim të afërt me Mulla Ilyas Brojen, rahmet past, dhe me shumë efendiler të tjerë, kanë organizuar mbi 2000 vullnetar me shku me ju dalë në ndihmë vëllezërve tonë shqiptar, por edhe bosnjak në Sanxhak. E pastaj shumë përpjekje të mëdha. Kush kanë qenë ata të cilët edhe në momente të vështira, kur ka qenë edhe koha e Rankovicit, koha e UDB-s, kur populli shqiptar ka përjetu agenda të reja ku janë bë ato agenda që ne të tjetërsohemi, pikrisht kanë qenë hoxhallarët e disa e kanë psu, por të qofshin në xhenetet tek Allahu subhanahu wa taala. Haxhizeka i Bërdynajve të Radavcit me Mulla Is Haxhin e Dubovës që kanë qenë të burgosur në Goliotok. Hafiz Jakupi i Prizrenit, i cili po ashtu ka qenë i burgosur në Goliotok. E sa hoxhallar të tjerë, e deri tek protestat që kanë shpërthy në fillimin e viteve të 90-ta, kemi edhe medresant, nxënës që si pjesëmarrës në protesta nga medreseja tek xhamia e Llapit janë vrarë nga plumi i ushtrisë apo milicisë serboslave, e deri tek lufta e fundit ku mbi 30 imam janë dëshmorë dhe shahida, qindra imam e hoxhallar, medreseja, gjithandej xhamit kanë qenë të hapura, kanë qenë edhe vatrat e arsimit. Kanë qenë, me kujtohet tani kur imami tani më i ndjer rahmet past i fshatit Broj në fillimin e viteve të 90-ta, krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ata që janë këtu dhe ata që gjenden tani atje ku nuk e kanë vendin, Allahu baf që dalin faqebardh në xhamin e Brojës, janë fsheh armë në shumë xhamia të tjera.
muftiu jonë i nderuar me bashkëpunëtor, shumë hoxhallar të tjerë, miq të juj, kolegë të juj, kanë qenë madje edhe ju vetin e kanë pjesëtar dhe veteran. Kanë qenë pjesë e luftës së bekuar të ushtrisë shërimtare. Edhe sot hoxhallarët vazhdojnë të jenë pjesë e gjitha proceseve, gjitha organizimeve që synojnë me mbrojt këtë atdhe, me u kujdes për këtë popull, për këtë shoqëri, për rinin dhe perspektivën e këtij vendi dhe çka do tjetër jo.